Mësuesit për Greqin, Klarita Selmana e pranon çmimin. I nderuar zoti president, i nderuar zoti kryeministër, të nderuar përfaqësues të kombit shqiptar brenda dhe jashtë kufive, të nderuar bashkëdhetar dhe shqiptar folës kudo ku gjendeni dhe të nderuar pjesëmarrës në këtë summit. Është një çast shumë me një vlerë jashtëzakonisht shumë të madhe dhe dua të dini se përpara jush gjenden heronjtë e eshtur të shtetit grek, mësuesit që mbrojnë me çdo kusht, me çdo përpjekje dhe me sakrifica të mëdha gjuhën shqipe dhe përpiqen ta kalojnë te brezi i tretë tashmë në Greqi. Ne kemi një histori të gjatë që fillon në vitin 98 me përpjekje të jashtëzakonshme, me sakrifica të jashtëzakonshme dhe vazhdojmë me përpjekje të jashtëzakonshme dhe me sakrifica të jashtëzakonshme. Pra sot ju keni një të pestën e shqiponjave të arta të Greqisë përballë. Zoti kryeministër, ju falenderoj jashtëzakonisht për këtë nderim që i bëni asaj pjesë të kombit e cila ka një ideal, ka një qëllim. Mbrojtjen e rrënjës së kombit tonë. Mbrojtjen e gjuhës aq të bukur dhe një nga gjuhët më të lashta në Ballkan. Ne jemi ata që ishim, jemi dhe do të vazhdojmë të jemi me ndihmën tuaj, zoti kryeministër, dhe me ndihmën e shtetit shqiptar. Dua të përmend këtu programin Mësues për Greqinë që filloi në 1 mars të vitit 25, e cila ishte një mbështetje jashtëzakonisht shumë e madhe nga shteti ynë dhe nga zoti Rama, ky program u bë shkak që filluan të shtoheshin jashtëzakonisht folet e shqiponjave tona dhe kjo është një arritje e madhe për ne. Nuk dua të përsëritem, por zonja Hajdaraga ka qenë një mbështetje shumë e fuqishme për mësuesit e Greqisë. Gjithashtu dhe komuniteti shqiptar në Greqi për kaldrëmin që ka dhënë poshtë këmbëve tona që ne të shkelim dhe këmbët tona të mos thyen gjatë rrugës. Ashtu siç mora guximin të drejtoj këta njerëz, ndjem shumë emocionuar, më falni. Këto personalitete të komunitetit shqiptar në diasporë, ashtu shumë arguzimin të përhulen përpara tyre dhe t'i falenderoj me gjithë shpirt për atë që i japin kombit dhe për shpresën e re që i japin për brezin e ri në diasporë. Për gjithë mësuesit. Faleminderit Klarita. Faleminderit mësuesit për Greqinë. Dhe me duar trokitje i shoqërojmë të vendet e tyre.